Në ceremoninë e hapjes së Kongresit Botror të Ligjit 2025 që po zhvillohet në Santo Domingo, Republika e Shqipërisë u përfaqësua nga Alket Hyseni, antar i bordit të World Law Foundation. Hyseni vlerësoi leadershipin e presidentit të World Jurist Association, Dr. Javier Cremandes, si dhe rolin e kësaj organizate globale në mbrojtje të shtetit të së drejtës në kohë të pasigurta për demokracinë. Pas daljes nga një regjim totalitar i shekullit të 20, Shqipëria kreu reforma të thella në sistemin e drejtësisë dhe progresin institucional, ekonomik dhe shoqëror, por demokracia është gjithmonë një sfidë. Demokracia nuk është një destinacion, por një përpjekje e përditshme, e cila vjet vazhdimisht në provë nga korrupsioni, destabiliteti dhe tundimi i pushtetit. Në kongresin që po zhvillohet nga data 4 deri më 7 maj marrin pjesë mbi 1500 delegat nga më shumë se 60 vende të botës, përfshirë drejtues shtetesh, kryetar gjykatash kushtetuese dhe të larta, si dhe profesionistë të fushës së drejtësisë. Përfaqësuesi i Shqipërisë Alket Hyseni shpalli se Tirana do të presë Kongresin Botror të Ligjit në vitin 2027.